Miftinia e Shkodër organizoi javën e aktivitetet kushtuar haxhilerëve shkodran të vitit 2025. Nga Xhamia e Bubekër, që ishte përzgjedhur si stacioni i parë i këtij vargu aktivitetesh, u dhan mesazhe me vlerë, këshilla të shoqëruara me emocione të mëdha dhe mësime të dobishme për haxhilerët e këtij viti. I ftuari i veçantë kësaj tribune fetare ishte mufti i Tiranës, Imam Bilal Teqja. Është një kënaqësi e përhershme dhe një emocion që përsëritet sa herë që ne takohemi me zotnin tuaj vit pas viti. Edhe bëhemi gati për të nisë javën e trajnimit edhe takimit me haxhilerët tanë për të marrë dhe për të dhënë, për të marrë nga për shpirti e gjithë secilit për jush, nga emocionet dhe nga zemra e pastër, e për të dhënë disa mesazhe, disa këshilla e disa udhëzime për të cilat gjithsesi të gjithë ju keni nevojë e të gjithë ne kemi nevojë sa herë që ftohemi apo na bëhet mundësia për të shkuar drejtë Qabës së Manushme dhe vizitës së pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Ju të dashur dhe të shtrenjtë haxhiler, po shkoni drejt një udhëtimi i cili është udhëtimi i jetës, mirë po që është i rrethuar me befasi dhe mirësi të panumërta, me të cilat Allahu Azza wa Jall don me e begatu zemrën e gjithë secilit për jush. Juve ju mjafton merë dhe krenari në vetvete, edhe një tërheqje për e dashnisë Allahut Azza wa Jall, ajo fjalë e madhe e pejgamberit alayhi salatu wasalam që umregjit dhe haxhilerët dhe umregjit janë të ftuarit e Allahut, delegat të Allahut. I ka thirrur dhe i janë përgjigjur. Ata i lutën, ai i përgjigjet. Kjo puna e haxhit nuk është vetëm thjesht çështje dëshire dhe mundësie, vallahi. Kjo puna e haxhit është që duhet të thërrasi Allahu xhaleshanuhu dhe duhet të përzjedhë Allahu xhaleshanuhu. Dhe unë sot teksa rri këtu bashkë me ju, vallahi ndjej veten shumë privilegjuar që jam mes të përzjedhurve të Allahu xhaleshanuhu që do të shkojnë delegacion pra edhe mysafir të Zotit xhaleshanuhu. Elhamdulillah, o Zot, çfarë mirësie dhe çfarë begatie. Janë ditët më të begata në të cilat njeriu mund të bëjë një vepër të mirë. Po pse morën këto ditë këtë vlerë kaq të madhe? Sepse kanë në brendinë e tyre pikërisht këtë adhurim të madh, të cilin ne do ta kryejmë inshallah dash Allahu këtë vit. Të hënën e xhaminë e Parrucës do të nisin dhe seancat e trajnimit teorik dhe pyetje përgjigje të ndryshme me haxhilerë shkodran të këtij viti, që kalojnë numrin 100 besimtarëve.